Dhe më lejoni që fatkeqësisht fjalën time që thash që mbajta këtu në Parlamentin e Shqipërisë me 26 korrik të vitit 2024 u vërtetuan ato fjalët. Unë nuk jam profet, nuk jam njëri shejtor, por jam thjesht një njeri i cili nuk i shpus këmbët nga qytetarët dhe di çfarë ndodh atje poshtë. Ndërsa këtu sot në Partinë Demokratike dhe nesër këto drejtues Partisë Demokratike sigurisht mendojnë vetëm për shtëpinë e tyre, për familjen e tyre dhe jo për demokratët qytetarë shqiptarë. Për çfarë ilaçi i ke dhënë opozitës me 7 maj të vitit 2017? Përfundoni zoti Sula. Çfarë ilaçi, çfarë vaksine i bëre në shkurt të vitit 2019? Çfarë ilaçi po jep sot në 26 korrik të vitit 2024? Të gjithë demokratët, të gjithë populli opozitar kishim shpresë që ne të vinin pushtet në 2025. Por fatkeqësisht ti, zoti kryeministër, do të bëjë edhe një thirrje tjetër shëmbësore. Të lutem, ndoshta do të përqërohem, mos dilni fushat 2025. Sepse e ke fituar zgjedhjet. Për një arsye të thjeshtë, sepse mund ta marrësh shumicë cilësuar dhe nuk do ketë më fare opozitë. Ajo është quajtur opozitë, mas 2025-s do jetë një shtoqat. Përfundoni zoti Sula, uluni. Fatkeqësisht dhe ta gëzoni mandatin të nderuar kolegë edhe rrogën për 4